Ambasada e Francës në Tiranë ka festuar 14 korikun festën kombëtare të Francës me një pritje ku ishin të pranishëm Kryeministri Edi Rama, kreu i Kuvendit Ilir Meta, si edhe personalitetet njohura të politikës, artit, kulturës dhe medias. Në fjalën e saj, ambasadorja e Francës në Tiranë, Christine Moreau, ka theksuar mbështetjen që vendi i saj do të ofrojë për Shqipërinë në rrugën drejt afrimit me Bashkimin Evropian. Marrëdhëniet mes dy vendeve janë të forta. Franca do të ofrojë ndihmë që Shqipëria të afrohet edhe më shumë me Bashkimin Evropian, tha ambasadorja Moreau. Dyzet vjet pas skenimit të përkryer të operas La Bohème të Puccinit, mjeshtri John Copley i rikthehet këtij produksioni. Protagonistja kryesore e operës që vijon të shfaqet në Operan Mbretërore të Londrës është sopranoja shqiptare Ermonela Jaho. The Guardian shkruan: La Bohème siç do doni të ishte. Skenimi i John Copleyt, veterani i produksionit të operas La Bohème e Puccinit, të cilin edhe Stravinsky e pëlqeu aq shumë, sot është 40 vjeç. Ai versioni La Bohème pati premierën këtë 7 korrik në Operan Mbretërore të Londrës, e që 40 vjet më pas riktheu edhe një herë mjeshtrin Copley në drejtimin e saj. Krye personazh, sopranoja shqiptare Ermonela Jaho. Është një opera e cila shënon 7 performanca në 10 ditë, për çka britanika The Guardian shkruan: La Bohème siç do doni të ishte. Në artikull theksohet se sopranoja Angela Georgiou do të jetë fëmijë mbrëmjen e 15 korrikut, por ka një peshë të madhe. Duhet të bëjmë më të mirën që të arrijë sadopak fuqinë dramatike të një ylli botëror të operas, siç është Ermonela Jaho në rolin e saj. Kjo është La Bohème, ashtu siç do donit ju të ishte, siç do donit ju ta shinit. Dhe është nga ato arritje të mëdha artistike edhe për një skenë të madhe, siç është ajo e operas mbretërore, shkruajnë ndër të tjera media dhe kritika botërore. Për sopranon Ermonela Jaho, kjo skenë është e shenjtë. Aty mundi të shënojë një moment kulmor në karrierën e saj, një sukses i cili përvijohet dhe çdo herë që rikthehet në atë skenë, sopranon shqiptare e bëjnë të ndjehet si në shtëpinë e saj. Fakti që mjeshtri John Copley e zgjodhi për të qenë protagoniste absolute e operas La Bohème të Puccinit, që do të vijojë të shfaqet në skenën e Operas Mbretërore të Londrës deri mbrëmjen e 19 korrikut, e përligj këtë. Skënderbeu i Korçës do të luajë takimin e parë për këtë sezon në Ligën e Kampionëve, ku përballë do të ketë Bate Borisov të Bielorusisë. Shpresohet në një rezultat pozitiv për të menduar kualifikimin në ndeshjen e kthimit. Ende pa ushuar jehona e botërorit, sot do të rikthehen ndeshjet e Champions League, edhe pse bëhet fjalë për tur eliminator dhe jo fazën e grupeve. Dhe pikërisht sot do të luajë edhe ekipi kampion i Shqipërisë, Skënderbeu. Korçarët do të luajnë në mbrëmje pikërisht në orën 19 në Minsk të Bielorusisë kundër kampionëve të Bate Borisovit, një kundërshtar shumë i fortë, kur kujtojmë se ka marrë pjesë 2 herë në fazën e grupeve të Ligës së Kampionëve. Sidoqoftë, edhe Skënderbeu tashmë ka eksperiencën e duhur, pasi merr pjesë për herë të 4 në këtë kompeticion. Madje vitin e kaluar arriti të kalonte turin e parë dhe vetëm fati nuk e deshi të kalojë të dytin. Një mëkat vërtet, sepse do të ishte ndeshur më pas me Celtic Glasgow në fazën play-off të Champions League. Korçarët kanë zbarkuar që dje në Bielorusi për të përshtatur sa më mirë me klimën dhe terrenin ku do të luajnë. Trajneri Mirel Ljosa ka deklaruar se edhe një barazim do të ishte rezultat fantastik për Skënderbeun. Ekipi kampion shqiptar nuk është favorit jo vetëm në ndeshjen e parë, por edhe në ndeshjen e kthimit. Gjithsesi, bardhëkuq do t'i luajnë shanset e tyre. Fundja nuk ka se çfarë të humbin, dhe ndoshta kjo lirshmëri mund t'u jap korçarëve suksesin, duke kaluar turin, ashtu siç bën flamurtari dhe Laçi në Ligën e Europës. Që prej dhjetorit vitit kaluar, studentët e Universitetit Bujqësor të Kamzës janë përfshirë në një projekt që synon nxitjen e ideve inovatore në sistemin agro-ushqimor. Do të njohim një speciale të përgatitur për këtë qëllim. Më 23 dhjetor të vitit 2013, në mjedisjet e Ministrisë së Bujqësisë lindi një projekt i ri inovator me emrin Noble Ideas. Projekti u vendos në një zyrë lokale në ambientet e Ministrisë, ku me 10 studentë të Universitetit Bujqësor të Kamzës u ftuan për të dhënë idetë e tyre me qëllim për të shkëmbyer njohuritë për një inovacion të qëndrueshëm në sektorin agro-ushqimor në vend.
Misioni nuk ishte i thjesht, kërkoheshin të rinë me ide të ndryshme. Përgjegjësia e projektit Noble Ideas, zonja Ariana Misha, shpjegoi risit që solli ky projekt i shtrir tashmë në 7 vende të rajonit. Idetë e studentëve të masterit dhe doktoraturës në Universitetin Bujqësor të Kamzës mund të përqafohen edhe nga vendet e Ballkanit, përveç kompanive që do përfitojnë në stabilimentin e tyre. Projekti është simbolik, projekti nuk është se ka një vlerë në sensin monetar, por projekti ka një vlerë shumë të madhe në krijimin e këtyre rrjeteve, në edukimin e të rinjve, me ekzistencën e rrjeteve dhe pjesëmarrjen e tyre në rrjet, me gjallërimin e tyre në këto rrjete, sepse kjo e bën të mundur që ata të mësojnë dhe nga të tjerë. Dhe ndoshta këto ide nuk janë vetëm për Shqipërinë, ndoshta agrobizneset tona mund të mos ndërgjegjësohen për momentin që të jenë të përqafojnë këto ide dhe t'i fusin në prodhim, por këto ide mund përqafohen dhe nga vendet e tjera të rajonit, nëse ato vërtet janë të atij niveli cilësie dhe të asaj niveli risie të cilat ja vlen dhe janë unike për tu zbatuar. Ndërkohë Renata Kongoli shprehet optimiste për bashkëpunimin mes bizneseve private dhe studentëve. Detyra ime është që të realizoj finalizimin e një marrëveshje midis 2 bizneseve mbështetës edhe këtyre 2 grupeve të studentëve, të cilët duan të fillojnë pra me këtë ide të re për ta jo vetëm për ta forcuar, por njëkohësisht edhe për të bërë implementimin e tij në bashkëpunim me mbështetjen e këtyre bizneseve. Aktualisht bizneset janë deri diku të interesuar, por tek ne nuk është për e zakonshme që biznesi të mbështesë idetë krijuese apo idetë inovative në lidhje me jo vetëm me sektorin agropërpunimit, por në përgjithësi. Megjithatë është momenti që të mendohet ndryshe dhe të bashkëpunohet në këtë drejtim, sepse edhe shkolla në fakt në lidhje me idetë kërkimore që ka, kërkon patjetër një mbështetje përveç pjesës shtetërore, kërkon edhe një pjesë tjetër e cila është pjesa e privatëve dhe vetë nga ana tjetër vetë bizneset janë të interesuar që të kenë një bashkëpunim jo vetëm me shkollat, me institucionet kërkimore, por njëkohësisht edhe me pjesën shtetërore që është edhe pjesa e politikë bërjes, siç janë ministritë apo edhe instanca tjera shtetërore që mbështesin këtë pjesë. Fillimisht është e vështirë sepse nëse flitet për para dhe mbështetje financiare, aq më tepër dhe në situatën e krizës që po kalojmë të gjithë, ka ato vështirësitë e veta, por nga bisedat paraprake që kemi bërë dhe nga materialet që kemi paraqitur të 2 palët, unë jam e bindur që këto 2 marrëveshje do finalizohen. Profesor Kapa i thekson se nga 10 idetë më përfaqësuese, 2 prej tyre u zgjodhen si më të mirat. Edhe pikërisht në këtë kontekst, njëri konsiston në praktik të re për matjen e mikro dhe makro elementeve në urat e bazenit Lezhës, me qëllimin e vetëm që të përcaktoj qartë se cili është niveli i ndotjes në këto ujëra. Një praktik për matjen e këtyre elementeve, e cila mund të përdoret nesër nga biznesi për të matur nivelin e ndotjes në këto ujëra dhe të produktit që rrihet nga këto ujëra. Ideja tjetër ka të bëjë me prodhimin e uthullës balsamike në fakt. Ideja për prodhimin e uthullës balsamike i ka sjell fat studentes Albana Buçpapaj. Pas një studimi që bëm për rreth prodhimeve që ishin në tregun shqiptar, prodhime shqiptare, konstatoj që utha balsamike nuk kishim një të tillë. Kështu që menduam se të fusim diçka të re dhe do ishte një ide inovatore mjaft e mirë, edhe risi shumë e mirë. Utha balsamike është një produkt i ri dhe normalisht që çdo fabrike mund të interesonte të merrte prodhonte diçka, një produkt të ri, si dhe neve kemi menduar që kjo uthull balsamike të prodhohet nga mbetjet e industrisë fabrikave të verës. Normalisht për ato që të gjitha ato vera që dalin në skarco që kanë kaluar pjesën e uthullimit. Projekti Noble nuk fokusohet vetëm tek të rinj dhe inkurajon e mbështet idetë inovative, por ai shërben si një ur lidhëse midis kërkesave të biznesit me ofertat e gjeneruara nga kërkuesit e rinj. Ky projekt mund të quhet një sukses në vendin ton, pasi ka arritur objektivat e përcaktuara në një kohë të shkurtër.